Elvis Shkambi sot ndodhet pas hekurave të qelisë, por ai është shprehur se ajo që i peshon më shumë në raport me dënimin që pritet të marrë është padrejtësia që i është bërë. Mësohet se ai ka thënë: "Mos i raft askujt ajo që më ra mua dhe mos kaloft askush në kalvarin e gjyqeve që ka kaluar familja ime, sepse vetëm atëherë do më kuptoni që më kishte vajtur aty ku nuk mbante më." Një tjetër fakt ronditës ka dalë në dritë së fundmi në lidhje me këtë histori. Familja Shkambi ja ka blerë këtë pronë shtetit 160 milion lek, e më pas kjo familje ka marrë certifikatën e pronësisë. Por edhe pse kishte një certifikat pronësie dhe kishte paguar lekët, kur nuk e mori pronën që i takonte, ndërkohë që vetë Elvisi jetonte me qera. Vendimi i fundit i gjykatës, ku kjo pronë nuk do të gëzohej nga familja, bëri që Elvisi të merrte vendimi fatal. Kur kjo histori është dëgjuar në ambientet e paraburgimit ku mbahet 30 vjeçari, ka bërë që shumë veta aty brenda të kuptojnë dhimbjen e tij, edhe pse nuk e kanë miratuar në asnjë moment veprimin që ai ka bërë. Mësohet se një gardian i ka thënë: "I fort pas ke qenë si ke duruar deri tani, por nuk zgjodhe rrugën e duhur, sepse humbe rinin dhe jetën tënde." Në një shtet pa shtet, prona nuk gëzohet. Pronarët përfunduan pas hekurave, edhe pse i paguan shtetit 160 milion lek, ndërsa një gjyqtar, babai 3 fëmijëve, sot nuk jeton më.